Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ky rast, ky manifestim, do thot, vetë me thonë, na bën neve muslimanëve të ndihemi krenar me këtë islam që e kemi, dhe na shtin me mendu se sa e njohim dhe sa kemi, do thot, dituri për me fol, me ja tërgu vlerat e këtij islamit edhe tjerëve. Përpara, kur normalisht për rregullave të fëmijës mes tjerave u foli Sheh Irfani për akikën, unë po du me përmend një element tjetër, edhe me bën një krahasim vetëm përpara 29 maquni këtu elhamdulillah edhe në komunizëm edhe përpara edhe mas, puna e obligimit prindit dhe fëmijëve në këto gjërat e mëdha janë zbatuar për tyre edhe sunetimi. Dhe kur më herët për shembull është fol për sunetimin, dikush ka dalë dhe ka thonë se kjo është papambeturi, kjo është domethënë lëndim i panevojshëm, se s'ka lidhje kjo punë. Dhe vinë kohërat, pastaj edhe vërtetohen argumentet fetare me qëndrime globale të jo muslimanëve. Kjo për muslimanin nuk ka rëndësi, për mua nuk ka rëndësi çka thot organizata botërore e shëndetësisë. Edhe çka thot një ambasador i huaj për shembull sikur se ndodhi vjet në Maqedoni. Edhe për muslimanin bin nuk ka rëndësi. Mirë, po kjo për m'ia tregu atij tjetrit luhatshmit, edhe atij islamofobit, edhe atij që ka vezvese mbi islamin dhe ka qef që me imet emri muslimana kur gjo për islamit, as sunet lëku bile. Do 2005 organizata botërore e shëndetësisë bjerë dhe thot deklarat sqarim se mënyra më e mirë për më mbrojt njerëzit nga smundjet e ndryshme është sunetimi. Kurse vjetë të në Shkup, nëse i kujtohet, kur pat një aksion të sheshi i Shkupit për parandalimin e smundjeve të ndryshme për tyre dhe sides, dule ambasadori Amerikës dhe thot sunetimi është për mënyrave më të mira për të mbrojt për kësaj smundje. Për mi tregu atyve që dhe thot den mu kallzu ma katolik se papa, ose ma anti-islamista se ndoshta jo muslimanët, prej shqiptarëve, mi tregu se rregullat islame neve na kanë sjellë të mira. Dhe na si shqiptar kemi mbet, do thot shqiptar për shkak të islamit, mes tjerave. Dhe këtë kanë dëshmuar, do thot një grumbull i madh i njerëzve, jo islamista, jo musliman devotshëm, por duke analizuar në mënyrë antropologjike zhvillimin e shqiptarëve dhe ka ndalë konstatim se mësimet e islamit neve na kanë mojt gjallë, mësimet e islamit neve na kanë mojt troq, mësimet e islamit neve na kanë mojt me respekt të ndësjellë, mësimet e islamit neve na kanë mojt pa e ndru gjuhën. Edhe kjo mesele për shembull, shkon ti në Siri, në Damask, që sot atje zullumqart e pushtetit edhe njerëzit e fëlliqur i vrasin gratë edhe fëmijë të popullit vet. Hala ka njerëz që flasin shqip. Në Evropë, në Austri, në Gjermani, në Zvicër, në Francë, dhe thot, pa i bo 10 vjeta, që tash unë isha në Itali edhe në Zvicër, ka mos, fëmijë folin gjuhën e vetë, folin italisht, frëngjisht, gjermanisht. Hala brezi i dytë, të mos folin për tretin. Ku folet shqipja në Evropë? Në xhami veç. Dersi mahet shqip, hutbja mahet shqip, muhabeti bëhet shqip, tribunat bëhen shqip, ligjëratat bëhen shqip. Kur s'folet dikun tjetër shqipja. Për me tregu se islami është një fe që se cilit komb ja konfirmon veçoritë që i ka dhe ja shton në vlerat me mësimet e veta që ja jep. Edhe bo është do më thonë, me të ujat natyrore që i ki, edhe të islamit dhe të originale që janë, ecë për para. Dhe për këtë shkak, edhe kjo të me qenë një element plus që neve muslimanëve të bëhemi krenar, mos ndihemi të inferior në këtë shoqëri, edhe të gjitha shoqërit. Elhamdulillah, këtë linja jonë veç është e pranishme krenaria me islamin, që është një gjë shumë e mirë, se nëse dojmë krenari të vërtet, atë do ta kemi me fe. Atë do ta kemi me Kur'an dhe me Sunet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të gjatë në fundin e tij thotë: "Wa ju'ila dhillu was-saghar liman khalafa amri", dhe do të jetë mposhtja dhe nënshmimi për atë që kundërshton urdhrin tim. Andaj ne si musliman do të mposhtemi dhe të nënshmohemi atë kur do të na vere marrë për islamit. Atë kur na vere marrë për agjibabës me kësul në kokë. Atë kur na vere neve marrë për nanës tonë me shami. Atë kur na vere marrë për minareve xhamiave tona.
Atë kur na vere marrë për nis tonë që falen. Atë kur na vere marrë për vajzave tona me shaminja të reja. Kur ta vere marrë për këtyre gjona, neve kam në nënshmu Allah, siç është duke i nënshmu politikantët tonë. Se ata në nënshmu neve, në për emisionet ndryshme, e Allah i nënshmoj ata. Edhe kjo kështu ka me shku. Edhe kjo punë nuk ndronë. Pra që shkak dhe thot na, si xhamat, edhe si rini, duhet të mësojmë fen, të njohim fen mirë, të kemi kulturë, debati dhe dialogu, të krenohemi me këtë fetë dhe të ju afrojmë si alternativë dhe dhe thot, elhamdulillah, tash isha në Itali dhe më në parzit, në 12 ora erdha pja tjetë, dhe thot, dilema pse ndodhi intermetet në Itali, për shumë tash vjetë si vjetë. Unë nuk isha ditë, por e kuptova, italianët e pas kanë një adet shumë të keq. Ata për çdo gjë e shohin Zotin. Gjë koma në thu për shembull, e shohin Zotin, gjuhën e vetë, është nuk e di. Si shkije, domethënë, serbt. E kjo është punë e shëmtuar, domethënë, ata katolikë nëna mohon. Vatikani aty, domethënë, kisha e fortë, kryqat nëpër shkolla, nëpër qafa, nëpër dhoma, çdo incident më i vogël e shohin Zotin. Edhe normalisht kur ta shohësh Zotin për asgjë, për kot, jo për kot, por të ski pse e shoh Zotin. Edhe Allahu ta çon tërmetin. Çto 2 tërmetet e fundit që ndodhen brenda 3 ditëve, thanë ditën e parë i ka qah shtëpiat, ditën e dytë i ka rrëzu shtëpiat. Edhe shqo toka të vi, të vetë e Italisë rregoshin, do vi për tokë u ka qah. Si na për filma që shohim përpara tash, jo bashkë e madhe, ama vetë ja ka nisë në tona. E tash pse aty vallahu va çon kët azab? Për shkak shamje Zotit Dhul Xhelal. Mirë po në anën tjetër, ata kanë boshllok shpirtëror, domthonë, edhe nuk u besojnë popave, priftave të tyre, për shkak të skandaleve të ndryshme, e mbetet alternativë Islami. Edhe kur ata komunikojnë bilim na, ku nalëm në një hotel me flet aty, ai pronari i atij hotelit po foli italisht, unë po foli ka pak me të anglisht, pastaj erdha i vendit, tha unë kum lexu e di krishterizmin, kum lexu për hebreizmin edhe për budizmin, ama për islamin nuk di. Sa i tha kjo është klerik, domethënë figurë fetare, tha çfarë feje, thash muslimano. Muslimano. Dhe tha nuk di për islamin, tha kisha pas shef me pas në libër, edhe bëna pak muhabet, thash ka gjëra të përbashkëta. Thash na besojmë xhenet edhe xhehenem, besojmë vdekje, jetë pas vdekjes. Thash na i besojmë Isis alayhis salam si pejgamberi i Allahut. Asgjë më tepër se kjo. Dhe kjo është pavarësia jonë. Do të kanë ata një boshllok që ti nëse punon me to, bëhesh musliman. Djen tribun ora 3 që në ora 6 që kishim, tu e ma tribun erdhi një italian. Tha jam musliman që jam bot, do thotë edhe ka marrë mirë ke vesh shqip tribunën. Po veç pi dëshirës me ndëgju për fe, reka aty 3 saat kanë nejt. Që neve për shembull hoxha kanë ndër me zgat dersin, me njëra nis xhamati me koll. Do më zonë bo shumë. E këtu të më lajfoni se ditë ti a e zgasi, a kollin a jo, a jam mësu me ti. Era me koll dhe me knona. E të thërë që na me kon krenar me fejnë ton, me njohë fejnë ton, dhe me atë regu tjerve, e inshallah bo mi sebeb, si këtë që përmenja dhe ndërës më lajfoni aty në xhami, më bo sebeb më uzu dikush, është do më thonë një dhurat e madhe. Une që shumë vitet e fundit vllazive në Evropë, në gjithë ku kemi shku, pa kam thonë, nëse ata kanë qelë dyrt e dunjos, ju qelën aty me dyrt e dunjos edhe ahiretit duke ofru islamin. Nëse ata kanë qelë derën e dunjos, kanë rregulluar gjendjen ekonomike, janë bërë sebeb që ju me pas, do më thonë, gjendje më të mirë financiare, atër ju ofrojnë aty me islamin, dhe alhamdulillah ka një pjesë të madhe të tyre që e ulumtojnë, edhe janë të etshëm për islamin, mirë bë kanë herë sillet tona të këqija bën sebeb ata mu largu. Do të para 20 vjetëve në çato vende qytete që i vizituam na, jo 20, po 10 vjetë s'ka qenë e imagjinueshme me pas xhami ose xhamat. Brenda 10 viteve do të ka një zhvillim të madh të kthimit njerëzve në islam edhe të grumbullimit njerëzve rreth xhamijave. Për shembull kur shohësh tek shqiptarët, pjesëmarrës për shembull në aktivitetet që i patëm këto 2-3 ditë aty në Itali, prej Shqipërisë, prej Maqedonie, prej Kosovë, prej vendeve ndryshme, që me pas met këto ndoshta si që interesu për islam atë. Mirë pa atje kur kanë shku në vend kretë jo musliman, i ka dridha jo, e kanë po të katër, çka jemi na tash, kush jemi na? Dhe alhamdulillah kanë nisme u kthy, ishin 300 kilometra kishin ardhur në tribunë.
preferencë, 300 km për Riminit, do 400 km për vendin tjetër, se të etshëm për me ndëgju një fjalë Zotit edhe një këshill. Do thotë këtë kjo na tregon se nëse na jemi musliman si duhet, atëherë jemi krenar me këtë fe, edhe punojmë pastaj për të prapë këtë fe, me lejen e Allahut do të fitojmë të mirat e Zotit në dunjë edhe në ahiret. Zoti është shpërblet veç desha çto informata si një domosht shkëmbim përvojash, inshallah Allah i dhash mirë.